إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علاه، فإنه من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. Të gjitha lëvdatat dhe falenderimet I përkasin vetëm Allahut. Atë falenderojmë ndihmë dhe falje vetëm prej Tij kërkojmë. Tek Allahu kërkojmë strehim nga sherri I veteve tona dhe punët tona të liga. Atë që Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë ka kush e humbet prej saj, dhe atë që Allahu e humbi me drejtsinë e Tij nga rruga e drejtë ka kush e udhëzon përpas Tij, dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përpas Allahut I vetëm dhe I paortak, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi I Allahut dhe I dërguari I Tij. Mbi të qoftë lëvdata shumë dhe shpëtimi I madh I Allahut, mbi gratë e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij fisnik dhe mbi të gjitha ata që pasojnë me përpikmëri rrugën dhe gjurmët e Tij deri në ditën e llogarisë. Rob të Allahut, e porosish veten time dhe ju për devotshmëri dhe frikë respekt ka shi Allahut, sepse vërtet ai që friksohet Allahut, Allahu e ruan atë dhe orienton për të hajri I punëve të fesë dhe të dynjas së Tij. Rob të Allahut, do të flasim për hutben me temë mirësia dhe vlerat e vllazërisë për hir të Allahut. Rob të Allahut, vërtet ekziston një lidhje mes njerëzve që është më e madhja ndër të gjitha lidhjet në tokë. Është ajo që mbetet dhe vazhdon të zhduken të gjitha lidhjet e tjera, qofshin ato në këtë botë apo në botën tjetër. Kjo është lidhja e vllazërisë për hir të Allahut. Edhe pse ajo fillon në këtë botë dhe në këtë dynja, ajo vazhdon në botën tjetër ndryshe nga lidhjet e tjera. Si thot Allahu I lartësuar: "Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin." Miqtë e ngushtë atë ditë, pra në ditën e gjykimit, do të jenë armiq për njëri tjetrin përveç të devotshmëve. Allah na bëj prej tyre. Vllazëria për hir të Allahut është nga lidhjet më të forta të besimit. Allahu I lartësuar e ka vërtetuar dhe pohuar lidhjen e vllazërisë mes besimtarëve duke thënë në librin e Tij fisnik: "Innamal mu'minuna ikhwa." Ka thënë vërtet besimtarët janë vëllezër. Kjo është një lidhje e fortë që është bërë me marrëveshjen e Allahut të lartësuar. Ai subhanahu wa ta'ala gjithashtu përshkruan gjendjen e besimtarëve të sinqertë duke thënë: "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd." Pra besimtarët dhe besimtarët janë miq, aleat dhe mbështetës të njëri tjetrit. Kjo do të thotë që ata e duan dhe ndihmojnë njëri tjetrin. O vëllezër besimtar, sa ndjenjë mrekullueshme dhe e bukur është që të ndjesh se çdo veçues I Allahut në tokë, pra kushdo që thotë la ilaha illallah me sinqeritet nga zemra, por nuk e ka adhuruar tjetër me të drejtë përpos Allahut, të ndjesh se ai është vëllai yt. Ai ka të drejtat e muslimanit ndaj teje. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e ka krahasuar këtë vllazëri me një trup të vetëm, duke thënë në hadithin e saktë: "Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idha ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Thot alayhi salatu wassalam, shembulli I besimtarëve në dashurinë, mëshirën dhe dëmshurinë që kanë për njëri tjetrin është si shembulli një trupi të vetëm. Kur një pjesë e tij ankohet, I gjithë trupi përgjigjet me pagjumësi dhe ethe. Pra të nderuar besimtar, vllazëria për hir të Allahut është më e lartë dhe më fisnike se çdo lidhje tjetër, më e lartë se lidhjet e gjakut, fisit apo kombit. O ju besimtar, Kurani dhe Suneti dëshmojnë për madhështinë e vllazërisë në Allah. Kur imami flet, as luhet me guralec, as me syze,
as me celular, as flitet, se kush e bën këtë ka dalë pa xhuma. Edhe ai që thot vllajt e tij hesht, edhe ai ka dalë pa xhuma. Ndaj kujdes. Prej mirësive dhe përfitimeve të kësaj vllazërie janë: së pari, ajo është rrugë për të fituar dashurinë dhe kënaqësinë e Allahut te baraka ve taala. Pra të fitosh dashurinë e Allahut dhe kënaqësinë e tij është qëllimi më fisnik dhe më i lartë i zemrave të besimtarëve. Kjo dashuri arrihet përmes dashurisë ndaj besimtarëve të tjerë, shoqërimit të mirë me ta, ndihmës, përkrahjes, mbështetjes dhe vizitave të ndërsjella dhe duke lutur për ta. Në një tregim të mrekullueshëm profeti sallallahu alaihi wasallam na tregon se një burr një ditë e vizitoi një vëlla të tij në një fshat tjetër të afërt. Dhe Allahu dërgon një engjëll në rrugën e tij. Kur u takuan engjëlli i thot: "Ku po shkon?" Ai tha: "Tek një vëlla imi në këtë fshat." Engjëlli i tha: "A ke ndonjë përfitim prej tij?" Ky tha: "Jo, vetëm se unë dua të për hir të Allahut." Atëherë engjëlli i tha: "Dije se unë jam i dërguar i Allahut për të dhënë lajmin se Allahu të do, ashtu siç e do ti atë për të. Pra siç e do ti atë për hir të Allahut subhanahu wa taala." Dobia e dytë nga virtytet e kësaj vllazërie është se ata do të jenë në hijen e arshit të Allahut ditën e llogarisë. Është një nder i madh që të jesh në hijen e arshit të Allahut ditën kur nuk do të ketë hije tjetër përveç saj. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë për këtë: "Walladhi nafsi biyadihi la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala shay'in fa'altum tahabbtum afshu as-salama bainakum." Ka thënë sallallahu alaihi wasallam: "Betohem në atë në dorën të cilit është shpirti im, nuk do të hyni në xhenet derisa të besoni, dhe nuk do të besoni derisa ta doni njëri tjetrin. A doni t'ju tregoj për diçka të cilën nëse e veproni do të duheni mes jush?" Tha: "Përhapeni selamin mes jush." Në një hadith kudusi Allahu i lartësuar ka thënë: "Dashuria ime është obligim për ata që duan për hatrin tim, që ulen bashkë për hatrin tim, që vizitojnë për hatrin tim dhe që sakrifikojnë dhe shpenzojnë për njëri tjetrin për hatrin tim." Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Allahu do të thotë në ditën e gjykimit: ku janë ata që janë dashur për madhërinë dhe madhështinë time? Sot do t'i fusë në hijen e arshit tim në ditën kur nuk ka hije tjetër përveç hijes së arshit tim." I them këto që dëgjuat dhe kërkoj falin Allahu për vete dhe për ju, ndaj kërkojini falje atij, vërtet ai është falës i madh dhe mëshirues. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah. Të nderuar besimtar, në një hadith tjetër pejgamberi, lëvdat dhe shumë dëshpëtim madh i Allahut mbi të, ka thënë: 7 grupe njerëzish do të jenë në hijen e arshit të Allahut ditën kur nuk ka hije tjetër përveç hijes së arshit të tij, dhe ndër ata ai përmendi 2 veta që janë dashur për hir të Allahut, janë mbledhur për këtë dhe janë ndarë për këtë. Dobia e tretë është se dashuria për hir të Allahut dhe vllazëria për hir të Allahut është rrugë për të shijuar ëmbëlsinë e imanit. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men a'ta lillahi wa mana'a lillah wa ahabba lillahi wa abghada lillah wa ankaha lillah faqad istakmala imana." Ka thënë sallallahu alaihi wasallam: ai që jep për hir të Allahut, ndalon për hir të Allahut, do për hir të Allahut, uren për hir të Allahut dhe marton për hir të Allahut, vërtet ai ka përmbushur dhe plotësuar besimin e tij. Dhe në hadithin e saktë që përcillet nga Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Allahu që të kënaqë me të, ai pejgamberi sallallahu ka thënë: "Thalathun man kunna fihi wajada halawata al-iman. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قذف الله منه كما يكره أن يقذف في النار." Dëgjoj këtë hadith. Thot pejgamberi selam, 3 gjëra kush i posedon, pra kush i ka ato,
me to do të gjej dhe do të shijoj ëmbëlsinë e imanit. Ka thënë, ta doj Allahun dhe të dërguarin e tij më shumë se gjithçka tjetër. E dyta, ta doj një njeri vetëm se për hir të Allahut. Dhe e treta, të urrej që të kthehet në kufër, pra në mosbesim, pasi që Allahu e shpëtoi prej tij, ashtu siç urren që të hidhet në zjarr. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al-khair. Ka thënë, nuk plotësohet, pra nuk është i plot imani dhe besimi i askujt prej jush, derisa të doj për vllajën e tij atë që do për veten e tij prej hajrit, dhe të urrej për vllajën atë që urren për veten e tij prej sherrit. O robër të Allahut, vërtet vllazëria e vërtet është një obligim fetar, nuk është thjesht një ndjenjë apo thjesht teori. Ajo shfaqet në veprime konkrete, me dashuri, me mbështetje, ndihmë për hir të Allahut, të gëzosh për gëzimin e muslimanëve, e të vuash e të ndjesh dhimbje për vojtjet dhe dhimbjet e tyre. Në këto kohë të trazuara, të dominuara dhe të pushtuara nga materializmi, ku njeriu vlerësohet dhe nderohet vetëm sipas pasurisë, postit, depozitës që kanë shoqëri, sa shumë kemi nevojë të ngushtme dhe të madhe për kuptimin e vërtetë të vllazërisë për hir të Allahut. Sa shumë kemi nevojë që të zbukurohemi dhe të pajisemi me këtë virtyt dhe ta përhapim atë mes muslimanëve, ashtu që të shijojmë ëmbëlsinë e besimit dhe të përjetojmë lumturinë e vllazërisë së sinqertë për hir të Allahut, sepse vllazëria e sinqertë për hir të Allahut ka një ëmbëlsi që nuk e njeh atë veç ai që ka përjetuar. Ajo është një ëmbëlsi që nuk kuptohet vetëm me dije apo vetëm në teori, por përjetohet dhe realizohet në praktik dhe në jetën e përditshme. Siç ka thënë dikush nga të parët, nuk e njeh mallin veç ai që e përjeton atë, dhe nuk e njeh dashurinë vetëm se ai që e ndjen dhe e jeton atë. Ata që kanë përjetuar vllazërinë për hir të Allahut kanë gjetur në to qetësinë dhe paqen në një botë që vuan nga ankthi, probleme sociale dhe nga stresi. Besimtarët musliman janë më së të bindur se vllai i tyre i vërtet nuk është domosdoshmërisht ai që e lind nëna jote. Dhe kështu ata janë begatuar me shumë vëllezër të shpërndarë nëpër botë. Disa prej tyre i kanë takuar dhe kanë jetuar me ta, e disa të tjerë nuk i kanë parë kurrë, por vetëm kanë dëgjuar për ta. Megjithatë kanë shkëmbyer me ta dashuri të pastër dhe miqësi të sinqertë, edhe pse ndoshta janë larg njëri tjetrit. I ashtu quajturi civilizimi perëndimor ka kontribuar në shkatërimin e marrëdhënieve tona, pasi ka coptuar dhe dobësuar vendet myslimane, si shkak i largimit muslimanëve nga bazat e fesë së tyre nga Kurani dhe Suneti sipas kuptimit të selefëve. Dhe një nga faktorët më të rëndësishëm për rindërtimin dhe riportëritjen e shoqërive tona dhe formimin e moralit ton mbi metodën islame është përvetësimi dhe edukimi me frymën e vllazërisë për hir të Allahut. Vllazëria në tauhid, pra në besimin e Allahut në adhurim dhe në sunet, dhe përhapja e saj në të gjitha shoqëritë tona, sepse një nga shenjat e para të shëndetit të këtyre shoqërive është ndjenja e një trupi të vetëm, pra dashuri, gëzim, dhimbje dhe ndihmë për njëri tjetrin. Nëpërmjet vllazërisë për hir të Allahut, me lejen e Allahut, arrihet inshallah një ringjallje dhe riportëritje shoqërore, për të cilën të gjithë kemi nevojë dhe që e dëshirojmë atë së shumti, pra në kthimin e shoqërisë islame te koncepti i trupit të vetëm, një shoqëri e mbushur me dashuri dhe afërsi, me pastërti dhe sinqeritet, me bashkëpunim dhe këshillim të sinqert e të ndërsjellë, siç thot Allahu i lartësuar, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, që këshillohen mes tyre në të vërtetën dhe që këshillohen mes tyre me durim dhe për durim. Allah në bëj prej tyre. Pra vllazëria në besimin islam, vllazëria për Allah, kjo është ajo që kemi nevojë, siç e përjetuan ato brezat e parë prej sahabëve, tabiinëve dhe etba'u tabiinëve, dhe të gjithë kemi lexuar apo duhet të lexojmë historitë e tyre dhe vllazërinë që ata patën për hir të Allahut subhanahu wa taala. Ndaj vëllezërit e mi në iman, kjeni frikë Allahun ashtu siç e meriton ai. Mësoni mirë fen tuaj të pastër nga dy burimet e saj dhe mësojmë atë fëmijëve dhe familjarëve tuaj.
furnizoni me vepra të mira të sinqerta që ju afrojnë tek Zoti juaj, dhe një nga veprat më të mëdha dhe më madhështore është forcimi i lidhjes së vllazërisë islame, vllazërisë për të Allahut mes jush, duke luftuar frymën e ignorancës, fanatizmit fisnor, kombëtar apo territorial. Dhe dijeni, Allah ju beqatoj me mirësitë e tij, se vllazëria për Allahun është një virtyt tepër i madh dhe ka shpërblime kolosale, si në këtë botë ashtu edhe në botën tjetër. O Allah, bashkoj zemrat tona në mirësi, në tauhid dhe në sunet, përmirësoje gjendjen tonë dhe gjendjen e muslimanëve kudo në botë dhe na udhëzo në rrugën e paqes dhe në rrugën e kënaqësisë dhe të shpërblimit tat. O Allah, na mundëso që të kemi dashuri për ty, dashuri për ata që të duan ty dhe dashuri për çdo punë dhe vepër që na afron më shumë tek dashuria jote. Amin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Robt Allahut, vërtet Allahu urdhëron për drejtësi, mirësi dhe ndihmë ndaj të afërmve dhe ndalon nga veprat e turshme, e keqja dhe padrejësia. Ai ju këshillon ashtu që të mund të merrni këshill, dhe lutja jonë e fundit është elhamdulillahi rabbil alamin.